Xheneti është shtëpia e mrekullive të Allahut madhëruar dhe shpërblimeve të tij. Ai është pjesë e besimit në botën e fshehtë në gajb dhe si i tillë, përshkrimet e tij janë vetëm në librat e Allahut dhe në fjalët e profetëve dërguar prej tij. Për këtyre përshkrimeve është edhe përshkrimi i rrobave të banorëve të xhenetit, për të cilat thot Allahu i madhëruar në Kur'an: "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Ai për shkak se ata duruan në botën e dynjas, banorët e xhenetit duruan në këtë botë duke respektuar ligjet e Allahut dhe duke zbatuar porositë e tij, atëherë ai i shpërbleu ata me xhenet dhe me mendafsh. Mendafshi është pëlhur prej pëlhurave të njohura të dynjas dhe që ka 4 karakteristika: është pëlhur e butë, është pëlhur e freskët, është pëlhur e lehtë dhe gjithashtu është pëlhur e bukur dhe me shkëlqim. Ajo është prej pëlhurave më të bukura të kësaj bote dhe gjithashtu do jetë pjesë e shpërblimeve të botës tjetër. Prej kësaj pëlhure, banorët e xhenetit do t'u jepen edhe rroba të brendshme, edhe rrobat e jashtme, siç thot Allahu madhëruar në Kur'an: "Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq." Ata për kësaj pëlhure do kenë rroba të brendshme prej sundusi dhe që është mendafshi i hollë dhe që është për këmishat dhe janë të jeshilta, dhe gjithashtu istabraq dhe që është mendafshi i trash dhe që është me shkëlqim dhe është për rrobat që vishen mbi këmisha. Dhe është zgjedhur pikërisht ngjyra jeshile për të qenë ngjyra e këtyre rrobave, siç thon dietarët, sepse është ngjyrë relaksuese për shpirtin, siç është relaksuese për shpirtin edhe petku jeshil i pranverës kur shfaqet dhe mbulon tokën dhe pemet. Dhe këto rroba për banorët e xhenetit nxirren apo merren nga një pemë në xhenet që quhet Tuba, të cilën e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij dhe ka thënë: "Tuba për atë që më ka parë dhe më ka besuar. Tuba, tuba, tuba 3 herë për atë që nuk më ka parë dhe më ka besuar." Dhe kanë thënë: "O i dërguari i Allahut, çfarë është Tuba?" Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tuba është një pemë në xhenet, në hijen e cilës ecën kalorësi 100 vjet dhe prej saj, prej gjethëve të saj merren rrobat e banorëve të xhenetit." Kjo është pjesë e shpërblimit të tyre në atë ditë, ditën e takimit me Allahun madhëruar, dhe kushti i saj është të durosh në këtë botë dhe të respektosh ligjet e Allahut.